Komiteti i Veteranëve të Luftës dhe Organizata e Ushtarakëve dhe Oficerëve në Rezervë në Kukës kanë përkujtuar ushtarakun e ndarë nga jeta me 9 shkurt të këtij viti, Gjevit Dafku. Lume Paci, kryetare e Komitetit të Veteranëve të Luftës, Sedi Mazdreku, kryetari i Organizatës së Ushtarakëve Kukës, Gjeneral Kujdesi Lame, ish komandanti i divizionit të Kukësit, ku detyrën si ushtarak e ushtroi Gjevit Dafku, si dhe ish ushtarakët dhe kolegët Adem Gjana dhe Riza Vata, vlerësuan kontributin e shuar të Gjevit Dafkut si ushtarak me disiplinë dhe përkushtim në çdo detyrë të ngarkuar. Siç e thërrisnin të gjithë, ai është komandant Gjeviti, i matur për hera në mendime e veprime. Komandant Gjeviti rrjedh nga një familje e madhe, me tradita advetare. Komandant Gjeviti ka përfunduar të gjitha nivelet e shkollës ushtarake. Unë Gjevit Dafkun e kam njohur në shtator të vitit 1980, kur erdhi nga Akademia e Mbrojtjes me detyrën e komandantit të grupit artillerisë në Fushë Dogajin, në varësinë brigadës 64 të Këmbësërisë. Ai që njeri i përkushtuar për punën, pati rezultate në stërvitje, në qitje, kudo që bën qitje të artillerisë si në Bardoc, Perollaj, Korthull Pukës, ai me repartë artillerisë zut në vend të para. Pas kësaj, ai shkon të shefi artillerisë brigadës 161 të Këmbësërisë në Bicaj. Edhe aty pati rezultate të larta dhe më vonë transferohet në brigadën e 64 të Këmbësërisë në Kukës nga vitet 88 deri në 92. Kudo që shërbej Gjeviti pati rezultate të mira, i dashur, respektuar me shok dhe me gjithë. Më vonë bëhet komandanti i regjimentit të artillerisë Përzirë në Bicaj, ku edhe aty pati rezultate shumë të mira. Për punën e tij është dekoruar me disa medalje, shërbim të ushtarak, yllit kuq, edhe vazhdon të kryte detyra nga më të ndryshme. Në fund doni në reformë, me detyrë me gradën e nënkoronelit në rezervë, edhe ne kujtojmë, respektojmë një shok të mirë, të dashur me shok dhe me gjithë kolektivin e ushtarakëve në rezervë. Gjeviti në një që nga viti 1980, diku nga muaj shtator, kur ai ka ardhur dhe ka marrë detyrën, duke u emëruar në repartin ku unë isha komandant, unë transferova në një repart tjetër, kurse ai zuri vendin tim. Me të drejtën isha shumë i dashuruar pas atij reparti ku isha, sepse atë repart e kisha krijuar vetë, që nga topi i parë deri ke i fundit, nga pushka e parë, nga fisheku i parë, nga predha e parë. Gjithçka e kisha ndërtuar me dorën time, me kujdes më të madh. Dhe më dukej se kushdo që do të vinte në vendin tim pas meje do ta prishte atë gjë të bukur që unë kisha ndërtuar, atë madhështitë të atij reparti që ishte vërtet një nga më të mirët në korpus. Kështu që her pas here kthehesha aty për të parë se sa Gjaviti e kishte prish reparti. Por në fakt unë befasova pas një 2-3 muajsh kur pash se Gjaviti jo nuk e prish reparti. Po filloi ta zmadhoi, filloi ta zbukuroi, filloi ta madhështoi, filloi ta bëj më të mirë, më të qëndrueshëm se sa e kisha bërë. Kjo ishte një nga arsyet që mua më lidhi shumë me Gjavitin të u bëm shumë shok. Pastaj shoqëria ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme deri në ditën që ai ndroi jetë. E mund të them se Gjaviti ishte një oficer jashtëzakonshëm, shumë energjik, shumë dinamik, me vullnet pa lëkundur, intelektual, profesionist i nivelit lartë, i pandalshëm, i palodhur, i dashur me të gjithë, por edhe kërkues në nivelin e lartë të disiplinës, që e bënte atë të ishte kërkues në nivelin që pakush arrinte, por ajo që ka e veçon Gjavitin është se kërkesën e llogarisë, kërkesën e disiplinës nuk e kishte vetëm për të tjerët, në radhë parë kishte për veten. Dhe kjo e madhështonte edhe më shumë ata. Gjavitin e njoh prej vitesh, ose më sakt që nga viti 1974. E kam njoft edhe më parë,
kur punoja në Puk, fjalët më të mira i kam dëgjuar për Gjavit Dafkun, për dy arsye. E para se Gjaviti ishte i shkansë, ishte një tip intelektual, edhe e përçonte gjithë dijen e tij tek varësit dhe tek kolegët e tij. Gjaviti ka qenë i shkansë edhe nga ana ideologjike. Ai ka mbaruar të gjitha stadet e shkollave ushtarake. Edhe është dalluar që në shkollën Skënderbej, në shkollën e bashkuar të oficerëve, edhe më në fund në Akademinë Ushtarake, ku është vlerësuar për nivel të lartë në përvetësimin e programit, veçanërisht në artillerinë toksore. Ai shërbei shumë në këtë armë, derisa edhe u largue me nder e me dignitet të plot, duke i përquar edhe tek shokët dhe varësit e tij, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij, dhe ne nuk do të harrojmë gjithmonë se ai ka kontribuar shumë në komitetin e veteranëve, edhe në shoqatën e ushtarëve të degës Kukës. Faleminderit. Kukësi pati shumë artillerë në luftën e Kosovës, Buskufilit si për herë dhanë shembullin e pararojës. Gjavit Dafku në kratë të gjatë, ku gjisi lamja general, si shumë tjerë marrë bashkë luftës ballë për t'i dalë. Ish ushtaraku Gjavit Dafku ishte me origjinë nga fshati Topojan, në vitet e pensionit u angazhua në komunitetin e veteranëve të luftës dhe shoqatën e ish ushtarakëve dhe oficerëve në rezervë, ndërsa u nda nga jeta në moshën 78 vjeçare.